Mirëmëngjes, Sezi. Si u zgjove sot? Mirëmëngjes. U zgjova herët dhe jam plot energji, sepse mbrëmra është të flej herët. Të flesh herët është shumë e rëndësishme për të pasur energji gjatë ditës. Shumë mirë. A je gati për të mësuar shkronjat sot? Sigurisht që po. Jam shumë i emocionuar. Cilën shkronjë do mësojmë sot? Atëherë, hajde le të shkojmë drejt kopshtit magjik dhe do ta zbulojmë së bashku. Në kopshtin tonë në ngjyra dhe të luajnë me shifra. Lule e gjelbër sa do të mësojnë, shkronjat të gjitha le ti numërojnë. Nga Atex bletët fluturojnë, fëmijët me kujdes i mësojnë. Numra në qell, shkruan me mjalt, letrat dhe shifrat bëhen një vals. Le të qajnë qdo lule, fëmijët që shinë si zogi pyllit. Në çdo lojë një këngëre, shkronjat dhe shifrat dhe do t'i mësojnë. Mirë se arritë, Zezi. A vure re diçka interesante? Po, sot ishte fluturimi shumë interesant. Rrugës takova disa fëmijë që më përshëndetën dhe më njohë se isha Zezi, bleta e kopshtit magjik, që do të thotë se ne bëjmë punë të mrekullueshme dhe kemi lënë përshtypje të mirë. Kjo është një frymëzim dhe sukses i madh për ne, Zezi. Domethënë, ja vlen të vazhdojmë punën tonë dhe t'ju ndihmojmë fëmijëve të mësojnë shkronjat dhe shumë gjëra të tjera interesante nga kopshti jonë. Oh, Zezi, më duket se Lulja është gati të na tregojë shkronjën të re. Hajde ta shikojmë nga afër. Oh, jam shumë kurioz të mësoj shkronjën e ardhshme. Ja ku është shkronja jonë e tretë, shkronja C. C? Çfarë mund të jetë kjo shkronja? Dhe ta therasim librin e diturisë që të regjistrojmë informacionet dhe të zgjerojmë diturinë e kopshtit për të gjithë. Libri i diturisë, kemi nevojë për ty. Tani, le të mbajmë shënimet. Cilën shkronjë shënojmë të parën? A mund të ma tregoni? Shkronjën e madhe. Po, shumë e saktë, ju lumt, shkronjën C të madhe dhe pastaj vijon. Shkronja C e vogël. Po, shkëlqyeshëm, këto ishin shkronjat e shtypit. Pastaj përmendim edhe shkronjat e Shkronjat e dorës. Pikërisht, kjo është shkronja C e madhe e dorës dhe kjo është shkronja C e vogël e dorës. Ua, po mësohesh ka këtu. Përshëndetje, djema. Oh, na erdhi një vizitor. Përshëndetje, Ciki. A je gati për të mësuar sot? Përshëndetje. Unë jam përherë i gatshëm të mësoj diçka të re. Shkronja C është shkronja ime e preferuar. A mund ta gjeni pse? Oh, sigurisht, Ciki, ashtu si ti, lepurushi ju një shpejt. Faleminderit për komplimentin. Dhe jo vetëm kaq. A e dini se ekziston një lule shumë e bukur që fillojnë me shkronjën C? Quhet ciklamin. Ciklamin? Nuk e kam provuar kur. Si është ajo? Ciklamini është një lule e bukur me ngjyra të ndryshme dhe rritet në vende të freskëta dhe të hijshme. Wow, tingëllon kaq e bukur. Më pëlqen shkronja C. Dhe çfarë tjetër fillon me C? Me C fillon edhe fjala cicërim, me të cilën përshkruajmë tingujt dhe këngët e zogjve. Ndoshta e keni dëgjuar duke thënë cicërima e zogjve. Tani që i mblodhëm gjithë këto informacione, çfarë duhet të bëjmë? Të therasim librin e diturisë. Shumë e saktë. Atëherë të gjithë së bashku. Libri i diturisë, kemi nevojë për ty. Atëherë, le të shënjojmë një herë emrin Ciki. C, I, K, I. Pastaj, e kemi edhe fjalën ciklamin. C, I, K, L, A, M, I, N. Libër, na krijon një foto nga luler ciklamini, që ta kemi si referencë. Kjo është ciklamini. Fjala tjetër ishte fjala cicërima. C, I, C, E, R, I, M, E.
cicërima. Ta mbyllim librin dhe kushto që të mësoj shkronjën C, mund të thëras librin e diturisë. Wow, ishte një ditë mrekullueshme. Tani duhet të shkoj në kosh dhe të ndihmoj babait për të rregulluar disa pjesë të koshit. Është me rëndësi të mbajmë fjalën e dhënë, kështu që bën mirë të nisem që të jemi përpik në kohë dhe në vendin e duhur. Eldra e Xezi, ndihma për të tjerë dhe shumë e rëndësishme, siç e kemi thënë. Po ashtu, me rëndësi është edhe të mbajmë fjalën e dhënë. Pastaj ne si popull shqiptar e kemi tradicion të përmbahemi fjalët që kemi dhënë, ose siç e njohim të gjithë thënien, të mbajmë besën. Faleminderit shumë për këto informacione. Mezi pres shkronjën tjetër dhe mësimet e reja. Miru Mirupafshim! Qiki kërcen në barin e gjelbër, me veshët të gjato dhe listin plot si push. Bleta zezi fluturon për mbi, sot do të mësojmë të reta jo me gëzim. Ja shkronja C për ciki dhe ciklamin, numrat i ndjekin, filloj me një zinxhir. 1, 2, 3, 4, 5 të numërojmë, në kopshtin të magjik, gjithë shka e mësojmë. Lë purushi, ciki dhe bleta zezi, në kopshtin magjik me lule të rreth. Shkronja të numrat bashki vësojmë, ciklaminin e bukur, ciki po e nuk haton. Lë purushi, ciki dhe bleta zezi, në kopshtin magjik me lule të rreth. Shkronja të numrat bashki vësojmë, ciklaminin e bukur, ciki po e nuk haton. Cike do lulen, ciklaminin plot erë, gjyrat e saj magjike e mbajnë me shpres. Bleta zezi këndon mbi petalet me gaz, në kopshtin magjik ditët jam fest dhe jashtë takonshme. Lë purushi, ciki dhe bleta zezi, në kopshtin magjik me lule për rreth. Shkronja të numrat bashki vësojmë, ciklaminin e bukur, ciki po e nuk haton. Lë purushi, ciki dhe bleta zezi, në kopshtin magjik me lule për rreth. Shkronja të numrat bashki vësojmë, ciklaminin e bukur, ciki po e nuk haton. Lë purushi, ciki dhe bleta zezi, në kopshtin magjik me lule për rreth. Shkronja të numrat bashki mësojmë, ciklaminin e bukur, ciki po e nuk haton. Me shkronja e numra, çdo ditë mësojnë, ciki dhe zezi, në kopshtin magjik lodrat vazhdojnë.